Çfarë do me thënë? E ke dëgjuar, ishe aty. Ishe aty. Ke bërë presion. Si të kam thënë? Ke bërë presion. Hajde se i hapim, do t'i hapim gjitha letra. Jo me mua, ti nuk e bërë. Do t'i hapim gjitha letra. Kur dali vlaj ma të zeri video. Do me hap gjitha letra. Me mua jo, vlaj ma të zeri video. Ti e mashtruse, je pa ftyrë. Hajde hapim gjitha letra. është pifë, manipuluse. Si ke qenë aty, ma? Te divani. Dhe me këtë thënë. Qa kam thënë? Ta tërgoj unë ty se ta njof jetën mirë, si ke bërë lekët ti. Jetën tënde po e njof. Asgjës. Kam thënë do një nga jeta jote jashtë? Fol. Partia, e di u qa ke bërë parti? Kë kam pasur në dashur parti? E di çfarë thash? Kur thash për këtë? Po ty ti intereson ti bësh gjëra ndryshe. Të thash të njohësh shumë mirë. Sepse je ta dhash si indikacion. Të thash mirëmëngjes. Je antare partie. Të thash mirëmëngjes. Kjo të bën të kuptosh ti që unë të njoh jashtë. Është indikacion. Indikacioni jo. Dakor. Lekët. Dhe unë s'kam familje që shkoj në me njëri me tjetër. Unë baj përgjithësi për çdo gjë që them në këtë shtëpi. Dhe nuk kam frikë fare. Të pranoj çdo gjë. Unë të kam thënë mirëmëngjes, sepse mëngjesi them kujdo. E kthen ndryshe se të djeg. Nuk është fa im, mos i kthej gjërat sepse ty të djeg. Dhe për të bërë viktimën në këtu në shtëpi. Me mua mos i kthej gjërat ndryshe. Dakor. Për të gjithë shqiptarët që e njohin. Mua s'më intereson fare. Dhe për gjithë ata miq dhe mikesha që e njohin. Çfarë kam thënë për ty? Unë e kam thënë çka ke thënë për mua. Nuk mos shpif. Kur dali video, di video do flasim. Me fjalën të jo, se ti je manipuluese. Sepse një njeri je manipuluese. Vazhdojnë dhe më preksis më të prekti mua. Kur të dali video në ekran aty, kur të nxjerri vlaj mas video, nëse ka shumë gjëra tjera për të nxjerë, prandaj, sepse Zoti është shumë i madh. Atëherë diskutoj, atëherë të delë gjëra, unë ta kam nxjerë ftyrën moj, ta kam nxjerë, ta kam bërë golin, unë ty ta kam bërë golin në këtë shtëpi, ta kam bërë golin, e ke hongër, golin, se ke shpifur, ti me Jozin ke qenë jashtë, ti e dashuron Jozin, ti vdes për Jozin. Unë kam pasur vetëm 1% në këtë shtëpi. Dhe jam shumë krenare për pëlqimin që kam pasur,